Një nga lajmet më të bujshme të ditës së dieshme ishte pezullimi nga detyra i Florian Sulejmanit, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Sulejmani, i njohur si një prej drejtuesve me mbështetje të gjerë ndërkombëtare dhe politike, është vënë në hetim nga Prokuroria e Beratit për shpërdorim detyre pas transferimit të një oficeri të policisë gjyqësore. Burime për zërin bëri me dije se në qendër të kallëzimit që ka çuar në këtë hetim është një oficer i quajtur Aldo, i cili pretendon se është transferuar nga AMP në Berat drejt sektorit AMP-s në Dibër. Mbi këtë pretendim, Prokuroria e Beratit ka hapur një hetim dhe ka kërkuar pezullimin e Sulejmanit. Sipas burimeve të zërit, transferimi i punojësve të AMP-s është kompetencë drejt për drejt e titullarit të institucionit, në këtë rast vetë drejtorit të përgjithshëm të AMP-s. Ai përgjigjet vetëm përpara ministrit të brendshëm dhe në raste të veçanta që lidhen me nevojat e institucionit mund të kryejë transferime edhe pa miratimin e komisionit të OPGJ-ve. Një fakt që pritet të peshojë në gjykat është se në 5 vitet e fundit, Komisioni për Oficerët e Policisë Gjyqësore është konsultuar vetëm një herë nga AMP për çështje transferimesh, një praktikë që tregon qartë se ky komision nuk është përdorur si filtrues i detyrueshëm. Vendimi i prokurorisë për pezullimin e Sulejmanit është duke u parë se një manovër e nxituar që ngjan më shumë me një gjueti shtrigash sesa me një hetim të bazuar në prova të forta ligjore. Deri në vendimin e gjykatës së apelit në Tiranë, Sulejmani mbetet i pezulluar nga detyra. Rasti i Sulejmanit gjithashtu hap një debat mbi mënyrën si funksionon institucionet në Shqipëri. Nëse një drejtues si niveli të lartë me të gjitha kompetencat ligjore të qarta mund të pezullohet nga detyra vetëm mbi bazën e një kallëzimi të izoluar, atëherë çfarë garancie ekziston për pavarësinë institucionale? Vendime të tilla që bien ndesh me frymën e ligjit dhe praktikën e institucioneve të ngjashme në vendet e BE-s dëmtojnë jo vetëm figurën e një drejtuesi të respektuar, por edhe besimin e publikut tek reforma në drejtësi dhe tek institucionet që kanë për detyrë të kontrollojnë policinë e shtetit.